nga gardistët dhe me çadra, pasi është hedhur edhe gaz apo ujë drejt protestuesve. Janë këto pamjet i para ambienteve të kryeministrisë, ku duket tashmë edhe makina ujëhedhëse apo gazlëcielës drejt protestuesve, menjëherë pasi kanë hedhur fishek zjarre dhe molotov drejt kryeministrisë. Ndërkohë që kemi edhe zotin Berisha në këtë moment, ashtu sikurse e pamjet në pamjet e mëparshme, teksa përpiqet të mbrohet në çadra edhe nga gardistët e tij, ndërkohë që të shumt janë protestuesit të cilët janë zhvendosur nga përpara kryeministrisë, ndoshta drejt ja, edhe zoti Berisha. Nuk duket të ketë një maskë mbrojtëse në këto pamje, por çadra sipër kokës së tij duket qartë që është në tentim në sipër për të mbrojtur hedhjen e gazit lotësiellës. Ky është plani i gazit hedhur tashmë në sheshin kryesor. Dëshmorët e kohës vijojnë molotovët, por edhe fishek zjarret që i pam vetëm pak minuta më përpara drejt kryeministrisë. Po nga kryeministria vijon të hidhet gaz lotësiellës drejt protestuesve. Siç e shikoni në anën lart të ekranit, ndërsa këto janë pamje që vijnë nga